Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nuk kërkoj ribashkim, nuk më ka marrë malli për gjestin, Xheneta flet pas daljes nga shtëpia. Ish banorja e shtëpisë më të famshme në Kosovë, Xheneta Fetahu, ka reaguar përmes një postimi në Instagram pas spekulimeve rreth qëllimit të vërtet të hyrjes së saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Në mesazhin e saj, Xheneta sqaron se pranimi i sfidës së mosreagimit nuk kishte të bënte me ndonjë ndjenjë mallëngjimi apo dëshirë për ribashkim. Ajo thekson se qëllimi ishte të tregonte se njerëzit që nuk kanë guxim të përballen drejt për drejt, shpeshherë krijojnë versione të ndryshme pas shpine. Nuk u futa as se më ka marrë malli për atë njeri dhe aq më pak për ribashkim. Shprehet Xheneta duke përgënjështruar aludimet mbi motivet e saj. Xheneta gjithashtu nënvizon se ka vijuar përpara në jetën e saj private dhe është e shkëputur nga gjithçka që ka ndodhur. Gjithçka është e kaluar. Në jetën time private kam vazhduar e shkëputur me të gjitha ndodhit. Në fund, ish banorja la të kuptohet se e vërteta do të zbulohet së shpejti, duke lënë ndjekësit e saj të presin për më shumë zhvillime.